Ku e keni shoqën Balluku, zëvendës kryeministria në hetim ka shumë punë me institucionet e drejtësisë. Ditën e djeshme, kuvendi është shoqëruar me debatet ashpra mes mazhorancës dhe opozitës, ku këta të fundit akuzuan kryetarin e kuvendit Niko Peleshi se po i lejon që t'i bëjmë pyetje drejtuesve të institucioneve të drejtësisë. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu shpreh se Belinda Balluku dhe Edi Rama nuk janë pranishëm në kuvend pasi sipas tij ata kanë shumë probleme me drejtsinë, kryetarët e cilëve pritet të raportojnë. Ku i keni këta të dy? Edhe shoqen Balluku dhe shokun Rama kanë ardhur këto institucione me të cilët këta të dy kanë më shumë punë, tha Balliu, i cili kërkoi që ligjvënësit demokrat të lejohen të bëjnë pyetje.